Sa vonë metodën krajnë kështu, Ato që para praktisht kështë e vizoruar, në shërimin e Svetoslavën. Kështë në marrësh, që të takohemi në vërë. Bravo. Shka që një mašinë të të shtetësurit. Na kemi shkullën i makinë. Spram sedimi, rajnë mašinë. Neve të zëqomi makinë. Kemi shtetësurit? Po, kurse me shtetësurin në takunë në vërë. Svetoslavën, po. Do shta me lapsus në shkëm të bërës. Më të takuar në Vlorë, fillimisht bashkaresht, bashkëpunëtor të Rahimi, Islam Selimi, unë, Ismet Osmani, me një bashkëpunëtor, të ty se mbaj me në emrin, vizituam kazinën në mbyllur dhe pastaj ullëm të pisedojnë. Rahim Hashimi, duke pas miratimin e bashkëpunëtorëve të tij nga Shqipëria, tha që nga çmimi i ofruar, trajnimi e 200.000, nëse blihet, atë 500.000 euro minusohen në emër të borxhit që obligohet Rahim Hashimi. Sipas mendimit tim, nuk ishte negociatat nuk ishin korrekte, pasi që bashkëpunëtori i Svetoslavës ofroi një çmim apo të bëhet kompenzimi borxhi me këtë kazino. Megjithatë, për bisedën e më të tejme, atë ditë të tejme, u takorduam që të vazhdojmë në hotel internacional në Tiranë. Që takimit në hotel internacional, përveç me Islam Selimit, Rahim Hashimit, pas një kohë në bashkangjitë dhe Svetoslavën dhe Islam Selimit, Rahim Hashimit, pas një kohë në bashkangjitë dhe Svetoslavën dhe një shok i tij nga Shqipëria në duket, i cili prezentoi si bashkëpunëtor i ngushtë. Dhe shumë shpejt, që takimit Ismet Osmani dhe Rahim Hashimi u ndonë në një tavolinë tjetër dhe biseduan pa e ditë ta se çka po bisedojnë. Më të kthyer në tavolinë tona, kishte Ismet Osmani qartë, duke thënë se nuk është interesuar për këtë lokal. Nuk është interesuar për këtë marrëveshje. Dhe se për hir të rastit, apo për hir të situatës ndaj Rahimit, kupton, Për hir të rastit apo situatës ndaj Rahimit Hashimit, 3 muaj të ardhshëm nuk do të llogaritet kamata për borxh. Pastaj, çdo herë Rahim Hashimi, kur takonin atë që takonin pas vështirësive që kishte vënë edhe Islam Selimi, çdo herë u thoshte që jam në negociata. janë në negociatat. Dhe shumë shpejt kanë nuk kënaqur të gjithë. Dhe objekti si zakonisht kthehet në emrin tonë. Ka të vazhdu? Që se ki ndërlidhen që Po, jo po që ki. Mandej, koha kalonte dhe nuk mundeshim të bëjmë zgjidhje për ta zgjedhur këtë borxh Rahimit, duke përgjigjur pretendimeve që kishin Salonika, Ismet Osmani dhe Dirvoj. Një ditë, më thret Islamin dhe më thotë që dojnë, më thanë, të më thonë, Ismet Osmani, Salonika dhe Dirvojku, thotë që po dojnë e shqipë shtëpi, objektin. Pasi që, si pas tyre tha, borxhi është vrit me kamata 775.000 euro. Tha po takohemi, ata do të provojnë të bëjnë presion, por nuk gëzon askush, nuk gëzon të mungoj asnjë këtu. Takimi i aranjuar nga Islam Selimi, po zhvillon këtë mënyrë. Për të arsyetuar, unë tash përveç që po pres për Rahimit, jam munduar të shes çfarë do nga pasuria ime, jam duke munduar të shes çfarë do nga pasuria ime, si dhe janë duke pritur mjete nga Ministria e Financave
qeverisë Kosovës, ase që pritej të bot pagesa e eksploatimit të disa tokave që ishin në pronësitimin dhe pastaj isha pranuar faktik faktikisht të cilat i patabartur në emër të Sajt Paçarizit, në herë Sajt Paçarizit, në emër të garancionit. Jo, falje, e gatova po. Pak të ne se shkum të vendi, po jo ishin pronësitimin, ka që në shikë pastaj Paçarizit. Ishin në tokat ishin në pronësit në emër timin. Kuam në vendin ku unë posedoja dhe fillova t'ju skegoj se si që ndronë puna. Faktikisht prej asaj dite unë e konsideroj dhe e mora përsipër çfarë dëshume që të ka arritur borxhi me kamata ta shtyrej nga mundësitë e mia dhe kapacitetet e mia që kisha në palëshmëri të cilat e shqiptën e tyre të sigurojnë jetën. Më kujtohet, aty shkuan në vendin aglokacionin që ishin prezent Sami Nika, Po ishte toka, po? po, tokat. Sami Nika, ishte Ilir Gojko, unë, Iskam Selimi dhe me një makinë tjetër, po thot, dhe Bajram Kakiq. Në të shkuar atje, Bajram, po thot, nuk ishte kësaj radhe mungon të Svetosmani. Më të shkuar atje, më drejtohet Ilir Gojko dhe më thot në fjallë. Pse e ka shkrye fort, s'po me e tokën. Unë nuk që dita, sa asë njerë s'kom pas biset për të tokën. Për çfarë të tokën me Ilir Gojko. Unë, është përmenë që kanë toka, mirë po, apo i ka ofru, po. Më kujtua... Nuk ka përmendur që kanë tokë Për t'ju dhenë, për t'ju dhënë. se pasi që nuk ishte borxhi. Nuk ka Më përmendur. kujtua, ma herët, Kadri Rexhepi, më pa të thënë që ekzistoni mundësi me ju dhonë tokë në emër borxhit për momentin të zaventësohet apo thonë me shtëpinë, e pastaj ty të kompenzohet dera tokë një mjetë që sigurojnë ka. Toka e cila ishte specifikuar nga Ilir Gojko, më herët ishte pronë imja, bashka ngjitur tokave tjera që kisha në të projektit Qyteti Italia, pronë imja që kisha për projektin Qyteti Italia. Mirë po ndërkohë e një kompenzim dhe në bashkëpunim që kisha me Sajt Paçarizin i kemi ndruar, do thonë, tokat. Unë e kom marrë një tjetër, unë e kom marrë tjetër, përse imë e kom Sajt Paçarizin. Fjala ishte për 3 hektar tokë, 54, 53. Pak në parcelës këti që në sigur ka shqipë. I thash, unë do të mundohem të rimarki tokën të të blej, të rindej, që në pozicion të sërë në transakcione. Dhe kërkoja që me që është borxhi mbi 750.000 euro, të gjeni në kuptim, ka çmimi real që është të tokës, apo së paku që e kisha si çmim të përcaktuar me një marrëveshje më të hershme me një firmë turke, nga të përmendur, të llogaritej në shkim prej 3.000 euro për ardhë, do të thonë, dera totale për 3 hektar, sa ishte llogaritur prej 900.000 euro. Normalisht, të llogaritje ka qenë vite më herët, se ne në atë moment, Llogaritja ishte vite më herë. kurse vera e tokave në atë vend, formë rapide, i shtoj verën. Në formë rapide. Shpejt, po në fakt. Shtoj verën. Shka të thotë që ka vera ka qenë aktualisht edhe ma e lartë. Megjithatë, të zotova që do të mundohme me një zgjidhje dhe do të përsidoj me Sajt Paçarizin. Kërkesa ishte qartë, ka Ilir Gojko dhe Sami Nika. Që, kokë me kokë do thotë borxhi me 3 hektar. Borxhi i krijuar dhe 3 hektar të kompenzohen. Unë arsyetova se kjo është e pamundshme, se duhet bile së paku që kompenzoj Sajt Paçarizit një pjesë të verës të volla, kurse pjesën tjetër shpresoj që duke u bazuar në bashkëpunim që kishim
të gjatë, do të mundesha ta plotësoj pagesën e tërësishme të vlerës së tokës, duke inkasuar mjete nga qeveria e Kosovës, si dhe mendoja që do të shes diçka nga asetet e mia. Oferta e fundit ishte se do më japin 250.000 euro, do ja vartin sajt paqarizit, 250.000 euro. 250.000 euro. Kurse dhe të vartët toka në amën të tyre, betën tjetër, dhe jetë obligim jemi ndaj sajt paqarizit. Mirë po, pagesa për 250.000 euro të llogaritët prap përç i rritash me me, faton në lodapët, do të thonë, unë si borgjit ndaj tyre, se Ilir Bojkut, Sami Nikës, ata Ilir Svetoslan. Ta shprej me faton të lodapët ndaj? Ilir Bojkut, Svetoslan, Sami Nikës. Kurse kamata nuk do të llogaritet për 4 muaj të ardhshëm. Duke parë situatën, ata pranuan, po flas për familjen Paqarizi, që të nështrojnë kontratën për shitblerje me atë shumë që ofroja si pagesë parë, mirë po, ishte një kompromis që duhet ata pranoja dhe ai ishte që një sasi, si përfaqe për 7 hektare gjysë, ishte në pronën time, në pronësi time, të bërë në anën të sajt Paqarizit dhe të shëndrojnë si garancion derisa të përmbyllet në tërësi pagesa, si dhe më thanë që përveç pagesës, neve kemi ndëgju fjalë shumë të këqija për këta njerëz janë të rrezikshëm, po flas kontekst të gjithë prera imi dhe këtë rast. Dhe kemi trovë që çdo pronë jotja do të mirën nga ta dhe garancionit do të qëndrojnë për të mirën tonë, për mos të mundur këtë sëjsh. Në një farë mënyrë, ata kishte në brengën që do të hupë të gjitha ka kisha në pronësi, kurse ata ishin të mirë informuar për potencialin tim financiar nga viti 2006. E lejmërova Islamin, kontaktoj me Ilir Bojkun duket, dhe shkum të nesër sa më bërëndan, në Graçanis. Veç një pyetje. Është të përmësarë. Sta dhe kom përzi pak se koha ka sa që ka vohë, ta shta dhurë të e vohë, sa që. Okej, përse pyetje Në qesh, pa që edhe hajrë vohë. Ne ka kërës. Të palës, të dëmtuve, faton të lodapët, në dërprej që të një gjysë, për kohën së prejtë. Në 10 minuta, një ka shërtimi gjysë, dërprej të 10 minuta, njëta do të vazhdojmë 14:20. Ajo kisha e kjartë, edhe njerës të shëgohë dhe pak, do thotë, derisa thonin që dhe djenë të imi, e ty s'kena punë, s'tot kena punë. Në Vlorë, edhe në Tiranë. A e ka planua dhe nuk ka thonë për kushtet e lirë? Pare. E në kjarën kështu? Kështu të po. Për kundër asë tha nuk kam interesu me blej lokalin në fund, edhe 3 muaj për ashtu pakamatë, poqë, për shkirë të rajimit. A mua vetet, nuk do të llogaritej, kamata për 3 muaj të ardhshëm nuk do të llogariten në borxh të tërësishëm. Në përse nuk do të llogariten faton të lodapët a Rahim Hashimi. Rahim Hashimit. Ende ishte borxh, ende Kamata për... ajo këta nuk Fatë të janë bërësot të 3 muaj për Rahimin. po, për në emën të borxhit është. Specifikisht aty në së interesojnë a Rahim o faton në këtë rast. Të dëshin shqiparët e vejta. Së butit ju ljutë. Po të është na kërkoj që ndoshta mirë me vazhdu të tjetër, se veç Nëse si e gjendje në të prejtë. mundësisht, edhe të ishte më mirë. Nëse është kërkesë e juja, na jemi gazë shumë... Nëse pajtohet edhe Mirë se vini dhe sta. është shumë, pa vjetë. Apshet që mundemi prapë pas konsenzus me avokat a prokurorin nëse pajtohet. Nësë është mundur kryetare, për arsye se është pinë në gjesit, salla shumë e... Unë nuk guzoj me ullë, se kom probleme dhe me gjuj, se kom shumë tepër unë aciturik, kështu që... Ne kërkesë të palëse dëmtuar
të ndodhë të shumë. Që sa në të shkëtë. Për një datë tjetër, për cilin propozim, A mund të më ujtë këtë? po, janë të përgjimit të gjitha sajtë, po të kushës, po të ndërshtë. Atër, po të gjithës. Da, është në matë sanksioni të tjime. Për të gjithës marrë vendin, aprovohet propozimi, që sa në të shqyrë për një datë tjetër, koordinoni për disa datë e shembull. Jo, se duke më pasë mundësimi jo njëftu, Ja, shtatë nuk kam po... është E kam paralajmëruar atë dhe kam në thusë se unë nuk mëj. pikërisht na kemi qenë njëftuar që është anullu. Kështu që koordinoni... Po. Po, Ja, shtatë. Gjeti shpetë të. Një dalë, po. Jem që të ditë. Në kështë të dhe dhejtës. E me tejtin a i për prokuror. Kështë të dhe dhejtë. po, tek majë në rënë është, dita për kompetitë. Do, si më orë i qajë dhe. A do një tani një përmu dhe... Shumë vetër për tejtin. Po, me tetin a i... Kështë të dhe dhejtës. Së pas një duhet ata që kanë konë. A më në shkëqo prokuror dikan, a din se ma si qështu qa kish me thonë, besoj që edhe që e prokuror e pi. Jo, po. Për dhe që janë. Është shumë problem se jemi shumë për më koordinu. Gjithmonë dikush e ka një kërkesë për sansë. Shpore në është në dobë, shtu vëzhëm, qërshurë, qërshurë. Jo, a pa të shumë, s'ka shumë. Se që në prokurore di kanë në me vazhdu me tetë, me se keme ka në shumë. Jo të që ra, Nëse qonë në di kanë, nëse se qanë. Po pa e propozum, Propozum po... A prokuror? Pa i vetë. Nësë me të thonë që tash me tetë dhe vitë. Po me... jo tash, mos ka me se Sa kanë pranishëm se kanë probleme, sa në ato po shkut me është në ekstrem problem për mu koordinu. Kam një lutje une, se me të vërtet, une që tri puna jam të i hupë, së shërët që të me gjyqe. Qofse është e mundshme që ka në mundësi, në herë që s'kam mundësi më ardhë, që të merë pjesë vetëm avokatë jam, se une seriozisht s'ka kur farë mundësi, ha? Jo, përbes. Po mundona që kur do që ti e i pranishëm dhe blok 2-3 ditë, po është problem një tjerëve. Shumë vetëm qofse është ekziston një mundësi se seriozisht Unë jam dhe gatë që më dhe me trup gjykus, edhe një javë 10 ditë pa ndërprej. Edhe përfundor. Ndej 16, mos 16 dhe pa problem. 10 ditë një pasnishme kam fjallin për blok. Për neve, si trup gjykus nuk është fare përzim, për me kry shpejt. Është problemi... Në është probleme sa me që hupë edhe një dy puna, dhe të kryusta. Na jemi gatë shumë. Jo, përdore, Jo, po që ke mungesë. Jo, e dihet që kemi mungesë. Jo i plët rëmëlla.
Shqyrtim fillestare paraqit pëlqimin e jep. Por jo me person më probleme jo. Po, s'ka kur far problemi për Jo, liq, po gjithë që e jo na që se lejon, po ligji nuk e lejon. Dihet kur lejohet. Vesh me lecu me vëmendje kodin e procedurës. Dikurik është 2-3-4 është shpallë e vërë. 2-3-4. korrekt. 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 Unë vetëm 4, as me 2, as me 1, as me 2, as me 3, as me 7. Kja mos me që ditën tjetër. Mu isha ajo. Mu isha ajo se është që të 400 po. po. Shumë e mirë 400. Po. Më shumë jo majtë më së Dita Amerikanë do është, po nashta Në spektuit në A shumë i ditë dhe ma herë të po mundësi? Po më spethirë në ambasadë e Amerikës. spektuit shkejt. Se ne jo sa fi. Rome është e ne. e nashta e bojnë në pare, se zakonisht i bojnë për pare apo mas. Po, Në kërë zetën në. Skata, këtiqe. Këtë korrekt, njerë se 700 jo, me këtiqe i është i lira, po? Priorës në. Po. Mundësisht kësha këtë kodën i datë. Mas që është i lirë? Për gjithë? Ja, mo, e kemë në mënë një adhon vetit një 2 orë për shëmë, për që te i stashit dhe da dim të gjithë, këtë që është kalendare tutje, e paralajmërojnë pushimin, se kështë patron apeli, e këshën parë ndërshpune, avokat që zë shku një seancë, se ka që letër e më konë në pushim, ka thonë apeli ka vëmë gjykata se ka cenu të drejtat e ligjit punës, në notën e punës, ka thonë pushimi vjetorë. Na këna njeftu këndonë të në që jenë pushim. Mirë për të dy datat fakta, Po, për tjetë është. Kompeljanes. Edhe në kështëtori përshime kompeljanes. E këna njeftu këndonë se në. Ka rastin kalkat po vënë se ka një të në dhe. Po të e Se më vërtet është herët për e ditë kam një në gjithë. Just për pushimin. Dy Në ditë, është të dy, se na i qërën këmë në datën 10 ditë, po, nëse ka mundësi me datën 10, une me email i kisha lajmëru që më të prezentu. Ose më së prezentu. Ose, Nesër mos më i prezentu. fës, tash për t'ja e gjojmë në atë. Nesër i fës të emraj me një. Kina Edhe kush vjen? Po, ma herë këta në të shfrytëzojmë ditën nëse nuk Për të fajnë. Shtirë shërbimin kryesor për datën 4, 7, Jo, kryetara, por me lonë të anullum se për një me të marim pak konsiderat edhe klientin tem, dhe shky mu këthy. Shky mu këthy nesër. Shky mu këthy nesër. Qëfëse s'ma atë këthejna, qëfëse ma Po dhe e mandi duke me ditë se problem me prit përgjigjen, ose pelojmë të anullume që ashtu, jo me pikpyje, më falni, po, Po dhe nesër, më thash nesër në a nesër, po të. Nesër. Nëse me ndjesit na informon na ajo që vardojmë në mes emailit. A është drejt? Për pare të prezente këj proces verbal të shërbejt e vend të shqesi se dhejku. Sanca përfundon në rëmë 14:50 minuta.